Nga e hëna ju paralajmëroj një fejton në të cilin do të publikojmë një nga një të gjithë veprimet dhe krimet e paligjshme që kemi konstatuar dhe ndaluar me argumente dhe dëshmi, për të cilat ende askush nga institucionet kompetente nuk ka ndërmarrë veprime. Kështu tha kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsovska në rrjetin social Facebook. Ajo pretendon se në qytetin e Shkupit gjatë 3 viteve kanë parandaluar 152 përpjekje të paligjshme për legalizimin e ndërtimeve pa leje. Parandaluam ndërtimin e bazave të asfaltit në zona të banuara. Dorëzuam kallëzime penale kundër fabrikës së çimentos, usje dhe ndotësve të tjerë të mëdhenj, për të cilët të gjithë të tjerët heshtin, ndërsa ne përballemi çdo ditë me kërcënime. Larguam përfitues të tendereve, kompani që punonin në interes të partive dhe pastruam korrupsionin. Ajo theksoi se për të mos pasur hapësirë për filozofime dhe retorik boshe, do të tregojnë se qyteti ka vepruar menjëherë, ndërsa dikush tjetër vazhdon si më parë. Kjo deklarat vjen pas reagimit të kryeministrit Hristian Mickoski, i cili bëri thirrje Arsovskës të ndërmarrë hapa konkrete në vend që të merret me filozofim dhe retorik të zhveshur. Pak ditë më parë, kryetaria e qytetit të Shkupit Danela Arsovska vizitoi disa lokacione në komunën e Çajirit, ku po kryeshin aktivitete ndërtimore, të cilat sipas saj janë ndërtime të paligjshme.